Mbrëm në orën 23:55 në rrugën Ilinde në Gostivar, zyrtar policor të Departamentit të Punëve të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria personin TZ, 63 vjeç nga Tetova. Gjatë kontrollit në komunikacionin rrugor, zyrtarët policor kanë ndaluar një automjet pasagjerësh Audi me targa të Shkupit, të cilën ai e drejtonte. Pas masave të ndërmarra, është konstatuar se ai ishte në ndikimin e alkoolit, përkatësisht kishte 1,77 promil alkool në gjak, pas së cilës menjëherë është përjashtuar nga komunikacioni dhe është ndaluar në stacionin policor. Pas dokumentimit të plotë të rastit, kundër tij do të ngrihet kallëzim sipas nenit 297A të Kodit Penal, drejtimi pakujdesshëm i automjetit motorik. Mbrëm në orën 19:40 në një objekt hotelerik të Tetovës, zyrtar policor të sektorit të punëve të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin SD, 25 vjeç nga Tetova, duke vepruar sipas një kallëzimi paraprak nga XA, 48 vjeç nga Tetova, se rreth orës 16:45 në Tetov, i dyshuari kishte tentuar të sulmoj me një send të mprekt djalin e tij të mitur dhe 3 shokët e tij, po ashtu të mitur. SD është ndaluar në stacion policor dhe pas dokumentimit të rastit do të bëhet parashtresë përkatëse. Mbrëm në orën 20 në sektorin e punëve të brendshme Tetov, VI 35 vjeç nga Tetova ka denoncuar se në vendin e punës në një objekt hotelerik në rrugën rajonale Tetov, fshati Bërvenic, pas një grindjeje paraprake, ajo është sulmuar fizikisht nga një punonjëse tjetër në objekt, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 16 në njësim policore Grupçin janë paraqitur vetë personat GR 57 vjeç dhe BR 34, të dy nga fshati Strimnice Tetovës, sipas kallëzimit pranë tregut të baktive të fshatit Bogovin, pas një grindjeje paraprake, ata kanë sulmuar fizikisht personin AA, 58 vjeç nga Tetova. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të vijojë parashtresë përkatëse.